Helps to dust. Përshëndetje, jemi mirë se erdhët në një tjetër vlog. Unë sa bëra rutinën time, dush, skincare-in të gjitha dhe po rregulloja flokët me këtë. Ju tregova edhe këta dy krera që janë super fantastik, edhe ky mjeti, kjo tharëse domethënë me këto është shumë e mirë. Unë tani vetëm me këto e stiloj flokët, edhe më pëlqejnë shumë se si mi bën, volumi edhe të gjitha, por ata dy krera që ju tregova janë të preferuarit e mi, gjë që nuk lejojnë që flokët të më këputen apo të më bien. Siç e shihni, përfundova këto, bëra edhe pak një make-up të thjeshtë sepse më duhet të bëja disa video, por gjithsesi sepse dihet unë nuk rregullohem çdo ditë kështu, por po, edhe make-upi që unë bëj është ai që bëj për herë çdo ditë të njëjtin, dhe ky pastaj është rezultati i flokëve se si dolën edhe i mjetit që punoj gjithmonë. Siç e pati unë u bëra gati me vrap sepse doja që të bëja një reel për disa super gjëra të bukura që më kanë ardhur nga Resin Art CR Collection. Janë këto gjëra të bukura këtu që punohen me rezin, besoj keni dëgjuar, janë kalamajt në sfond mos u trëmni, keni dëgjuar kudo për këto materialet me rezin. Unë këtu kam një si kjo pjata kështu le të themi që mban bizhu shumë e bukur. Ngjyrat i vendosni ju, gjithashtu më ka ardhur dyja këtu që janë të personalizuara me emrin tim, se bukur ky detaj kurorës. Fantastik, dhe është ky nga këto që markon faqen atje ku je duke lexuar, që mund t'ja bëni dhuratë dikujt për ditëlindje, është ide shumë fantastike. Kjo tabakaja këtu, besoj këtë e keni parë kudo, i personalizoni atje të gjitha, edhe nëse doni me shkrime apo me ngjyra të tjera, janë shumë të bukura dhe më pëlqejnë shumë, dhe janë materiale pastaj që zgjasin realisht shumë sepse rezina nuk është se prishet, janë shumë të bukura. Më thoni dhe ju që janë shumë të bukura. Po ju lë faqen këtu, ju keni gjëra shumë të bukura dhe jo vetëm këto, por abazhure me fëmijë me emrat e tyre. Keni atje fantastike që mund t'i personalizoni sipas dëshirës, po ju lë faqen poshtë, po ja edhe këtu. Keni shumë gjëra të bukura, shkoni t'i hidhni një sy nëse ju pëlqejnë punimet me rezin, edhe nëse doni këto tabakat tipike shqiptare, që shkruan dhe atje familja XY, edhe i keni të personalizuara të tuaja. Ika. O Miki, pa kos? Kos? Qa bëhaj quni kos? He? Qa bëha? Qash, kos? Të shi mami? Të jepi mami? Haj, të jepi mami, haj, të jepi mami? Të jepi mami? O jetë, të ndihmon mami? Të ndihmon mami shpirt? Hajde ndihmon mami, të lumë, të hëngre. Na ta mbushi mami vere ti tani lumë. Mirë mëngjes, nga një njeri që e ka gjithmonë me nxittim. E gjithë jeta ime është një nxitim për të ikur kudo. Edhe pse sot jam pak me vonesë, me thënë të drejtën, për në punë, po është kaq unë kjo vonesë. Që kur jam për mami, që kur jam për mami, besoj më kuptoni se ku e kam, se përpara nuk e kam pasur kështu. Kam qenë gjithmonë e përpiktë, e tani jam unë e përpiktë, po luaj me limite shumë. Ivi thot nuk e di, unë s'do e bëja do të kështu të luaj, kaq me limite sa ti. Qa me bo? Kam shumë gjëra për të bërë unë i ziu. Kështu, unë s'dukem fare aty, po nejse. Sot është ditë pune, ju e dini kur kam ditë pune, nuk s'të bëjnë një gjë interesante, gjithsesi do të shihemi përsëri më vonë. Nuk kam bërë fare gjumë të mirë natën, se Miki kishte një si tip kolle të lehtë edhe pak hund të bllokuara, dhe keni parasysh vetë ju fëmijët kur janë kështu, e kanë dy fisha të nervin, edhe sikleti natën, edhe mi i shante nga i nati pse ishim bllokuar hundët. Por mbjetua. Edhe tani po ikim punë. Sa djeli fort, i bukur, i mirë, edhe të gjitha të mirat. Po vendos të syze se s'po shoh këto fare.
Mirëmëngjes. Jo, e kam bërë atë. Mirëmëngjes, ne jemi duke shkuar tek pediatra e Mikit se dje kishte pak kohë. Edhe do t'i bëjmë një kontroll. Nuk është se është shqetësuese me thënë të drejtën, por tham të shkojmë për një kontroll, pse mos të shkojmë për një kontroll, se nuk është se ka pas një herë ka pas temperaturë gjithë ditën. Do futemi në makinë tani. Por tham që pse mos shkojmë. Ata për një vrap të video para se të ikim. Edhe po ju thoja që erdhëm këtu tek pediatria sepse ka pasur një koll mike, kështu nuk është se ka qenë shumë e fortë, me thënë drejtën, por prap sikur e kishte me vështirësi. Edhe ju bën edhe syt kështu si me sklepa, siç e shihni, besoj tani, besoj e pat. Kështu gjërash, temperaturë nuk ka pasur, vetëm një herë vajti 38 ndoshta. Por që nuk ka patur, por gjithsesi donim ta kontrollojmë duke qenë se këto kohë të fundit po qarkullojnë shumë sëmundje me të traktit respirator, kështu që donim që me patjetër t'i bënim një vizitë. Jemi që jemi këtu, ne gjithmonë kështu i bëjmë gjërat, i bijmë direkt në kokë, e thënë kështu shqip. Edhe nuk duam të lëm asnjë gjë që themi o bob se e lam, ja agravoi, ja bëri. Kështu që çdo gjë direkt në kokë, edhe me të parën. Kështu që erdhëm që mos ta lëm as të përkeqësohet, as ndoshta i shërohet nesër pas nesër, por gjithsesi pse jo? Domethënë këtu është kur i ke të gjitha mundësitë, pse mos shkosh? Domethënë unë e them gjithmonë këtë, sa herë keni shqetësimin më të vogël, direkt tek mjeku, asnjë gjë mos neglizhoni. Se jo për gjë po jetojmë në kohën kur i kemi të gjitha mundësitë. Kështu, pak moral kot. Mbaruam, ju shpjegoj më shumë në shtëpi, por që nuk ishte infekcion shoqëri zoti, më thënë shkalla e infeksionit ishte shumë e ulët, vetëm pak njërin veshje kishte pak të kuq brenda, siç e kanë këta atë përshkrimin e tyre. Edhe më dha thjesht një kështu tip gjëje që hidhet në sy, ato pika syri kështu për pjesën që ka këto sklepat, edhe më dha edhe një përfundën që të në anë të saj të pastrohen veshët, të rinë të aerosur, domethënë. Kështu gjërash, njëra është për 3 ditë, njëra është për një javë, edhe kështu. I bën edhe një matje oksigjeni, ishte okay, i bën edhe një matje për atë infeksionin kështu me gjak, edhe ishte shumë okay, ishte shumë i ulët, siç thanë, por që bëm mirë që erdhëm. Si përfundim erdhëm këtu që të ham një si tip brunch, tek kjo e duja, edhe të çonisim ca gjëra që na duheshin, shkojmë edhe tek këtë mëja që na duhen disa gjëra. Sa vajta unë me mikin atje, shiko Ivi me qa gjëra i ka bler Okit. E ka shvëtzuar Ivi për qejf Oki, i ka bler 500 radh nga këto me flok, kurora, bishta për princesha, nëna ime. Me qenë se ishim tek ajo e duja, shkuam me vrap tek ajo qendra tregtare atje, tek ajo qendra tregtare, tek ai supermarketi, domethënë që ka kështu ushqime. Morëm këto patatet që piqen kështu në furr, janë shumë të lezetshme këto. I marrim ndonjëherë për shpejtësi që t'i kemi në frigorifer kur i shkon mendja fëmijëve, nëse s'ka mund kohë gjithmonë. Këtu pastaj morëm këto bukët integrale, janë shumë të mira, thjerrza, të preferuarat e mia, gjithmonë këto janë shumë të mira edhe si mark. Banane, pastaj oriz për që e bëjmë kështu për pilaf. Morëm një shaqi për bostan, shaqi, çfarë të doni, për kajnë se ka shumë qejf. Pastaj këto smoothie që i mbushim atje me fruta direkt, janë shumë të mira këto. Morëm për të 2 fëmijët, njëri kështu, njëri kështu. Salcë, pastaj aty poshtë janë domate, lule shtrydhe, këto fasulet që marrun që ju kam thënë që zjejnë shumë dhe janë shumë mira, kastraveca, përsëri një salcë që na duhet, nga këto patoxhane që t'i bëjun Ivit ndonjë gjellë se ka shumë qejf, një dardh tek dardh për Kain, për Mikin se i ka shumë qejf, pastaj shumë qejf, sa herë gjeni këtë fjalën shumë qejf, normalisht ato që kemi qejf blejmë, po. Pastaj mora këto chipsat kështu, kokosi, nga kokosi janë shumë të mira, ka pëlqyer shumë kur ka qenë i vogël dhe ja marr her pas here se i preferojnë. Nga këto pastaj mjedrat e kuq. Vazhdojmë next me këtë kosi nga Landlibe që është shumë i mirë. Shpirt, morëm 2 copë, morëm këtë orizin e qumshtit që mund ta përdorësh për sultjash, por ne e përdorim për supë, është shumë i mirë dhe bën shumë të mirë, ja u kam treguar disa herë, nuk ka ëmbëlsia, thjesht tregon kështu që të bësh sultjash. Qumësh dhe disa mollë këtu.
Po shkuam dhe tek dëmëja siç u thash, morëm këto karamelet e mia të preferuara, këto janë për kollën. Pastaj morëm këto për fëmijët për kollën, për Okin dhe për Kain. Janë shumë mira edhe këto. Morëm pastaj Lego Plus, se nuk e din shtëpinë tonë përdoren pafund edhe për gërvishet më të vogla ka kalamaja. Morëm këto lolit, lëpirëset, kështu që janë shumë të lezetshme këto vegane, janë shumë mira me shije frutash për fëmijët, janë realisht shumë të mira. Ne I përdorim këto se ata I kanë qef ndonjëherë, edhe për mos t'i thënë këto të pashëndetshme që janë me sheqer, I japim këto. Pastaj morëm disa edhe këto gjithashtu sherr. Edhe këto gjithashtu janë për kollën, ja u kam treguar, këto janë shumë të mira, ne kemi shumë qef, janë si pun nashi këto, të buta. Edhe këto I morëm më rast e rreziku nevoje nëse do na duhet ndonjëherë këtu në shtëpi, se e marrim gjithmonë që të kemi. Dhe këtë çokoladën kështu me kokos e mora unë, një për mua, një për Kain, ka dy brenda, se ne të dy jemi fans të kokos. Edhe pastaj orbit, kaq. Ashtu dhe një spinaq, mora këtë që është kështu me fete grira, këtë që marrë gjithmonë ja u kam treguar shumë I mirë ky, shumë I mirë. Dhe këtu pastaj është një copë tiramisu që ma bleu mua Ivi, sepse më kishte shkuar mendja. Edhe këtë do ha tani unë me kafe. Nuk është të zanë. Kur? Asnjëherë. Edhe morëm këtë që ta hapi dhe me kafe, veç sheqeri 5000. Meqense fëmijëve I blem kështu. Po jeta ime. Gjithë fëmijëve I blem këto rolat. Mbrojtëset, kokora, kështu gjërash kokore nga këto për gjunjt. Kajtja u tregova dje një sekuencë të vogël, I blem zeza, ndërsa Oki nuk I donte ngjyra bazike, I donte shëndet ka I donte kështu me Elsa, Anën. Sa gjëra të bukura. Kështu ja blem Okit. Tani do dalim e do bëjmë gjëra. Bëri Ivi një kështu për veten e vet dhe më tha mo do ta provosh pak, okay, thash e provova, I kishte një super shije. Edhe unë që I thashë nuk dua se nuk më hahet. Pastaj thash unë me çfarë bëre ti se kishe shumë shije të mirë. Ta Ivi ta bëj unë tani direkt ma bëre sa super e mirë. Çfarë shtëpi të madhe më jetë? O drita ime, çfarë shtëpi të madhe, shtëpi të vogël? Babi të bëjë të një shtëpi të vogël, po ti me qa? Me qa do ta bësh ti shtëpinë o? Ta me të zëmë jo, ti me shpirt një me. I want you to stay. The reason I hold on, Bunny of the broken heart. Clubsmart lässt Ihnen die Wahl. Spargel oder Semmeln. Jetzt mit Shell Clubsmart einfach immer profitieren. Bëjmë video. Sieht aus, als würde er sich bereit machen zum Training. Das gesehen? Der Tier tut genau. Mirëmëngjes nga një tjetër ditë, mirëmëngjes nga një tjetër ditë kështu e lodhur edhe si me viroz. Nuk kam temperaturë apo koll, siç dëgjuat kalmin në sfond, por më është skuqur syri, nëse e shihni, alini ta shihni këtu. Edhe ishte miki, domethënë erdhi Oktavia në fakt nga kopshti I saj, se atje ishin prapë ato viroza, nuk ikin kur, nuk e di, më të bën shumë përshtypje I kopshti Okit, që gjithmonë është në një flet me ndonjë viroz të re dhe kësaj radhe kishin këto me këto skuqjet e syve, sklepa, gjëra kështu. Fix. Erdhi Oki, po unë ju kam thënë me mira herë që Oktavia ka imunitet shumë të mirë. Do thonë, ai fëmijë nuk shyshur zotit, nuk sumuret po thoj se kur. Domethënë erdhi, ngishte pak sytë e kuq, kështu, kishte pak hund, po aq, as temperaturë, as një lloj gjëje. Edhe ndërkohë ja kaloi Mikit. Ja kaloi Miki domethënë edhe Miki pati kështu syt full me sklepa. Po shpirt. Ta jap mami, se më një sekundë lutem.
Edhe nuk kam pa fund këtë pjesë. Edhe I kishte kështu sy te kuj, siç u thash ju, dhe e çuam atje për vizitë kështu gjërash dhe I dha atë gjë. Tani Miki ka të pastër të dy syt, nuk ka më sklepa gjëra. Ndërsa unë nga ora 3 mëngjesit po ndjeja si dhimbje, si djegje, kur hap syt nuk po I hapja dot. Ky më ishte bllokuar komplet, edhe më ishte bërë kështu. Edhe unë I hodha ja 2 pika si ajo e Mikit, me thënë drejtën nuk duhet ta bësh sepse nuk është se ishte rekomandim për mua, po thash ok, mo kemi të njëjtën gjë. Edhe ajo sikur më pastroi, me thënë drejtën, nuk është se kam kështu sklepa më, por skuqjen e kam. Për të djegur nuk është se më djeg, se mëngjes më dhimbte shumë edhe më diçte shumë, por nuk I kam këto, por skuqja duket dallohet, domethënë edhe si më I vogël syri sepse është fryqe pa komplet. Edhe kështu, unë jam me puni, sot ishte I dyti se duhet ta zvendësonte për mua një ditë tjetër, nga që unë kam mbledhje tek puna që vjen këta supervizorët. Miki që kohë të gjithë. Okej. S'ka bërë gjumë fare sot e para 10 minuta, ky është gjumi I drekës. Edhe si që thash I sot do të zvendësoj për mua atë që unë të mund të merja pjesë të kjo mbledhje me supervizorët, po të merr. Ndërkohë kam 500 punë. Gjua. Is back. E vura edhe një herë në gjumë, sepse donte gjumë shumë, se nuk ka fjetur, si që thash, s'ka fjetur hat. E po, kështu po, si që po e thoja unë, nuk ju kam treguar shumë gjëra këto ditë, me thënë të drejtën, është përsi kështu kjo, si melodi kjo, si refren kjo që nuk ju kam treguar shumë gjëra, por realisht sepse isha në punë, të njëjtën isha në punë, të premten e kisha pushim, se ne kemi 30 ditë në vit që I bëjmë pushim, dhe unë kisha zgjedhur atë të premten sepse I vishte në punë. Kështu që po, të njëjtën nuk naqa shumë të puna, se pikturova një fëmijë në fytyrë me këto bëra që janë ekstra për këtë punë, pastaj filluan të gjithë fëmijët të kërkonin dhe pikturova pothuajse gjithë kopshtin me ato gjërat. Edhe u kënaqën fëmijët, normalisht rrjedhimisht u kënaqa edhe unë. Kështu, ne jemi në kërkim këto kohë për të gjetur për fëmijët kështu kursesh gjërash, edhe duam patjetër të gjej një vend Okit, por ajo është 3 vjeç në fakt, në gusht bën 4 Oki, edhe nga 4 fillojnë këto të baletit këtu vërdall. Aty duhet të fus Okin dhe në piano. Këto të dyja I kam preferenca për Okin. Në fakt Oki është shumë e mirë dhe në vizatim, me thënë të drejtën. Kam qef edhe vizatimin, pikturën, por nuk e di, tu ndoshta I alternoj një nga këto të dyja, I ndryshoj. Ndoshta Kain dua ta fus në sport. Në futboll nuk jam fort e sigurt, por nuk e di, ndoshta në not, ndoshta në kickbox. Një nga këto të dyja kemi preferencë, po duhet dhe të shikojmë se çfarë ka këtu vërdall, se në Bremen kam gjetur në fakt, por nuk dua ta çoj vajti ardhje në Bremen, se është pak e lodhshme dhe do shoh se çfarë ka këtu tek një qendër që kemi këtu shumë afër. Edhe kështu, këto janë nga planet tani, por do shohim se kemi këto pushimet para, kemi pastaj këto pushimet e pashkuve, kështu që do pa kohë kjo si gjë. Edhe do bëj një supë për fëmijët, I bëra ca pankeksa në mëngjes këtu, I bëra me 1 banane, me lule shtrydhe, me qenë se tani kanë stinën, me kështu, me paragës fare një gjys lugë mjalt, me 3-4 lugë miell ndoshta, diçka e tillë, edhe pak qumësht edhe 2 kokra ves, siç I bëj zakonisht, edhe pak fare një lugë të vogël kafe me buke, fryrës. Edhe kështu, pastaj, si thash, do bëj trekën tani dhe pastaj pas ditë them të stërvitem pak, sot s'është se jam shumë e fuqishme, por nuk jam as e dobët, kështu që më bën mirë, mua stërvitja më bën shumë mirë, ndihem shumë mirë dhe ju e dini që unë jam tek ai programi që kam treguar transformohu nga shtëpia, edhe bëj atje, unë bëj sa të dua, se unë nuk parahysh shumë live, sepse nuk e arrita kap dot, por që është e regjistruar, ajo që bëhet live regjistrohet, edhe unë e shoh kur ka mundësi, për shembull sot. Mund ta bëj dhe sot, mund ta bëj dhe ditën tjetër, mund ta bëj kur të dua. Kështu që, po, edhe them të stërvitem si thash, edhe pastaj, nuk e di, si thash I vi është I dyti, kur vi fëmijët I ka zënë gjumi etj, se I vi vjen në 9, edhe ka mbaruar ai proces. Ndërkohë Kalvin dashuria këtu mori një ftesë nga një shoku vet që e ka ftuar për ditëlindjen. E ka ftuar një shok tjetër në fakt, po ai nuk kishte shpërndar ftesa. Edhe po, mezi po pret Kaj që të shkoj këtë ditëlindje, sepse është një nga shokët e tij më të mirë. Edhe kështu do kënaqet. Bëhemi gati. Mami këtu të gjitha. Yes.
Vishe shpirtjeve, vishe tuk, zaman. Që po bën o jetë? Okej, që po bën o shpirt? O të bësën të lumë të jetë më në trisë. Tani e gjithë banda të flerë me mua në krevatin tim. Bravo, fike dritën. Kush drita? Kush drita? Kush drita? Kështu jemi disa orë më vonë, edhe unë jam kështu sytë e mija edhe më tepër, me thënë të drejtën. Ky jo dhe aq nuk është të më thëmë shumë, po ky tjetri, se ky kishte dje lullëzimin e ti, sot ka ky lullëzimin e ti, unë nuk shumë mirë fare këtu, ose është kjo e veshur, ose janë sytë e mi. Edhe që po thoja unë, po, unë nuk kam asë një simptom tjetër, si që thash më herë, dhe nuk është se kam ende asë një simptom tjetër të re, por që, sytë më dhëmën me thënë të drejtën. Do shohë nëse vazhdojnë dhe nesër është e djelë, kështu që maksimumi që mund të shkoj për vizitë është tek nota fnanja, tek urgjenca, për ndryshe nuk kam ku të shkoj. Edhe në të kundërt pastaj, si shtash nëse këto bëhen edhe më keq, do shkoj atje, në të kundërt do pres që të shkoj të hënën, nëse kjo është kaq okej, do të thënë nuk përkeqësohet, do pres të hënën pastaj që të shkoj tek mjeku i familjes për vizit, ta shoh. Edhe pse ajo e mikit më ndihmoj, por gjithsesi në fundit ajo ka pak antibiotik, edhe pak antibiotik. Do të thonë ka antibiotik, kështu që unë nuk është se antibiotiku merr shukot, por hajt më i hodha një pikteri dhe i kam pasur okej me thënë të drejtën, por shumë të lodhur. Kështu edhe fëmijët ka i pati pa koll tani pas dite. Nuk e di, pas fyti nuk e ka të kuq, asu nuk kam fytin të kuq, unë nuk kam as një lloj do me thënë simptome e gripi, tamam, thjesht të pjesa duket sikur më zhngjir zëri, më zhngjir pak, po nuk kam dhimbje fyti ose koll, por nuk e di, ndoshta është kështu kjo, sy unë vesh, kapçat kapësh, por që po, Miki është më mirë, Oki është mirë, Ivi po thoshte që po i diq një syt, shpresoj mos ta kapi dhe Ivin kjo. Edhe kështu, po që nuk e di, nuk besoj të shprej as Ivi me këtë. Ja, Miki tani, na dha një sinjal që ende ka kohën e tij të lehtë. Po nejse, do kaloj, nuk kemi çfarë të bëjmë. Ka gjëra dhe më të mëdha, këto janë thjesht viroza stine, edhe nuk është se shqetësohen dhe shumë. Do kalojnë, siç po i kalojnë gjithë, do i kalojmë dhe ne, janë gjëra që nuk i shmang dot. Domethënë, do i kemi kontakt me shkolla, kopshte, unë në punë, Ivi në punë, me njerëz, me të smurët, unë me fëmijë që kanë një lloj gjërash, kështu që është e pashmangshme, fëmijët kopshte, shkolla është e pashmangshme. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Ndërkohë unë sapo i bëra Ivit pak gjell, ne shqiptarët besoj e kemi gjithë njësoj këtë pjesën që kur jemi smur, bëjmë mish, limon, çaj, mjaltë, gjitha këto gjërat, se nuk kemi si ilaç. Gjyshi im thoshte gjithmonë babai, thonim në fakt, papi babit, thoshte gjithmonë kokla, jo kokra. Nëse e kuptoni do thot kokla mishi, jo kokra kështu medikamente. Do të thënë ne i futemi kështu që ta sulmojmë që ditën e parë, që ditën e dytë. Ndoshta është psikologjike, por gjithsesi ushqyerja është numër 1 me thënë drejtën, sidomos kur je smur. Unë e bëj çdo ditë, ju e dini se kujdesemi me ushqimin, por sidomos kur jemi pak pa qejf, kështu aksion. Po pes të vivi, të rrim pak të kënaqur, me të shqetësojmë pak se dita ka qenë e lodhshme për mua, sigurisht se s'isha asnjë gjendje time më të mirë, por që mbahemi se nuk do shajemi për këto gjëra të vogla. Paktën unë këtë them gjithmonë, unë nuk shajm për këto gjëra të vogla. Këto janë gjëra normale që ndodhin. Fal Zotit, s'kemi asgjë të madhe që për të shqetësuar, uroj mos kemi kur asgjë për të shqetësuar të madhe, por që këto janë gjëra që kalojnë. Miki! Po shfrytëzojmë kohën sot me qenë se është super e mirë, po dalim jashtë, edhe pse jemi bërë të gjithë si Melamin Berati. Besoj e kuptoni për kjo Melamin Berati kam për atë tek Portokallia. Unë jam Melamin Berati major, Kalvin është junior, edhe Miki është mini. Fakt Mikit po ikin tani, po ne të dy jemi me këtë syri, njëri të majtë, njëri të djathtën, edhe unë këtu me çam për pjesë. Kam dalë me shokën tim të vogël, do marrim gjëra, na duhet një e madhe.
Që lexove kaq shpejt. Kalvin lexoj shumë shpejt. Këtu tani është një rëmujë e madhe me këto gjëra që mora tek Alti, nuk se mora ndonjë kusheti se ç'a, domethënë, mora 96 euro gjëra në fakt. Titare nga salla si po qen tek Kalvin se u bë libri pist. Nice. Mora këto gjëra si shihni këtu, mora një qumsht kokosi se donte Kai, fara chia, kia, si thoni ju, mango, qumësht, zucchini, mora këtë bukën, kur nuk blejmë vetë marr këtë, kur nuk bëjmë vetë, më thënë marr këtë, se shumë e mirë, kështu kastraveca bio dhe mora fëmijëve, si ka hapoki, këto janë të Kajt, fakt, janë pasta, kështu fusha dhëmbësh, sepse sa herë që kaloj ndonjë viroz, jo vetëm, unë ja ndroj muaj për muaj, se jam shumë e fiksuar, se jo për gjë, po i prishin shumë, se i fërkojnë shumë fort dhëmbët, i kafshojnë, i bëjnë edhe, kështu që i mora 2 Kajt edhe 2 oki. Ko mora këtë vajin për skuqe, sepse unë vajin, mora këtë të madhin kësaj radhe, sepse unë vajin një kështu që hedh, do më thënë skuq diçka e hedh direkt, pastaj vajin, nuk e mbaj më, nuk skuq një herë të dytë edhe pse është i pastër. Pet për lazanja, miell, për buk, kështu gjërash. Mora këtë për Kajin se ka shumë qef ku bëjmë krepa ndonjëherë, qumshte, qep, perime. Gjëra më e lezetshme që mora ishin këto kostumet e gjumit, ky ishte 6 i okit, këto të Kajit ishin bërë nga 5 me ofertë. Edhe Kai ka shumë qef, ju e keni parë që unë i blej për fund pijama, sa i ka qef të rridhe në shtëpi me pijama. Edhe i prish shumë, ka marrë 2 pako këtu, të ndryshme. Ai i prish shumë sepse lua në shtëpi kështu ulet, zvarritet edhe i grisen, kështu që nuk jam bajt dot ashtu dhe i blejmë shumë shpesh, siç e keni vëre. Por që tek Aldi janë shumë të lezetshme këto. Dhe zgjasin sa zgjasin, 5 euro e gjys është bler kjo, gati 6 euro është bler një pal, kështu që një kostum le të themi, kështu që janë super këto tek Aldi. Ja. Është komplet. Kush është kjo Miki? Devia, bravo shpirti. Oh, Devia jote. Da. Do Miki prap? Ja, të dole. Është të bëj mami kështu. Dek shumë që mori ti ne. Nere që ti ke kimi dhe da. Të mami të. Ashtë? Hajde. Hajde. Jo të dyre një herë. Hapa Miki. Jeda mami. Afman i shosnake, si më fëmi shtarë. Më ke bërë. Alo? Wow! Ele Miki. Shëndetje! Tu 2 ditë më vonë, edhe unë jam shëruar, si që shihni nuk i kam as syt ashtu. Edhe Kai u shërua, edhe Miki u shërua, të gjithë ne që u smurëm. Unë kam gjithmonë volumin të lartë makinë, se dëgjoj gjithmonë muzikë, unë kam shumë qef radion, dhe dëgjoj gjithmonë edhe të aktualizohem me gjërat, por nejse se ishin në vend tjetër, sa ki që kam flokët, injorojnë që atë injorojnë para ju, se se të mija flokët, apo tërë si person. Tu kam një kuti, po i kita qoj tek posta, sepse ju e dini që unë kam atë faqe në dollapi baby tim, dollapi fëmijëve të mi, e kam unë, se tani më ka ikë nga vëndja, se si e kam emrin e vërtet, sepse Ivi non-stop tallet ma në të, thot, qoj dhe dollapi burrit tim, qoj dhe dollapi shtëpisë time, ku di unë që tallet nga që, kur qoj unë gjërat për të postuar, se Ivi si ka shumë qef të gjëra, po unë i kam qef, se jo, nuk ka në një gjë, unë i dërgoj gjithmonë në gjendje shumë të mirë, edhe ajo që më pëlqen më tepër është se shumica që kam bler, për mos të 90%, janë vajza që më ndjek, dhe unë ju falenderoj nga zemra të gjitha ju që më shkruani gjithmonë dhe dëshironi produktet, dhe posta që të qoj këtë, shqyr thash që u shëruam të gjithë, do me thënë asgjati 2 ditë ajo, por si thash pa temperaturë, pa asnjë lloj simptome tjetër, vetëm kjo ngjyra e zërit kështu si komish, si e çuditshme, po gjëra tjera nuk kishim.
Unë edhe Kai nuk e çova, sot është e martë, nuk e çova në fakt, sepse tamam në shtëpi duke qenë që unë e pash që ishte shumë ngjitëse, domethënë imagjino na unë ngjitne kaq shpejt edhe kaq rëndshëm, edhe unë thash që nuk doja që të rrezikonin as shokët e tij, kështu që e mbajta në shtëpi edhe pse Kalvin u shërua, i zgjati një ditë dhe ati, një ditë e gjysmë pak a shumë, po hajt më e rumullakozim ty, sigur do ta shes. Edhe nuk e çova gjithsesi sepse kisha merak, thash si dihet asnjëherë, e ngjit shokëve pse ta ngjit gjyna, taksirat, kështu që nuk e çova. Bëj një hol me vrap këtu në makinë se aty në shtëpi do jetë wow. Kështu që bëja me vrap këtu. Mora këto letra që janë për lavatriçen gjithmonë për mos të përzier ngjyrat. Unë mora vetëm për me ngjyra se kur laj bardha unë laj vetëm të bardha që janë vetëm të bardha pas një vi. Pastaj ndryta. Këto patatinat për kalamajat, pastaj makarona, dinkel që janë shumë të mira. Mora pastaj, të gjitha këto vajtëm 56 me ulje, me 5 euro ulje, më shumë euro ulje, diku tek 7 euro ndoshta. Mora këto pra për fëmijët se kanë shumë qejf, unë bëj dhe ndonjëherë vetë këto, po, i kemi për shpejtësi. Forsh dhëmbësh për mua, unë kam atë të timen që është këtu, elektrikës më vinë ato pjesët tjera. Edhe mora këtë që ta kem për shpejtësi, se si që dini ndrojmë shumë shpesh. Kjo është për mjekin që ta ke të luaj, se ka dhe tjetër. Për sëri këto për fëmijët, që t'i kem për të çeplendisur, i them unë. Letrat largura nga këto të hipit, pure, këto janë shumë të mira. I marrim kështu që kemi për diçmëri ose kur dalim kështu me fëmijët, se unë zakonisht nuk e laj. Pastaj nga këto pocat për rroba të bardha, nga Arieli, mora një nga se si e kishte ai poca të shpifura, nuk do i përdor dot ato se kanë një aromë kështu si parfum burrash. Jo se parfumet e burrave si kanë herë të keqe, por kishte aromë shumë parfumi, e kupton, shumë të fortë edhe nuk ja vlente. Këto i mora për fëmijët, i kanë shumë qef, nuk i pas kanë parë, por pas kanë qenë me kakao, shumë mirë. Një letër të largur të vogël për Kain që ta ketë me vete tek shkolla në moment që ka sekrecione të trasha. Pastaj këto janë për dhëmbët, këto kunja kështu që pastron dhëmbët. Ka pas thënë ajo dentisti atëherë që duhen pastruar gjithmonë në darkë. Edhe pastaj ky ilaçi eko këtu e kam marrë për mikin. Kam përdorur nga këto vetëm një tip për të fshirë, për të pastruar plurat, po për rrobat asnjëherë. Thash ta provoj se është shumë i mirë tregon. Edhe thash për mikin, se miki gjithmonë i përdor një ndryshe që është pa shumë kimikate, për mos të zero. Edhe nuk është se edhe t'i bëj me njolla, ju kam thënë më mirë e kam t'ja lë ashtu me njolla, shumë rralli përdor këto për anti-njollë, se nuk është se më interesojnë fort, ose i hedh, ose i lë ashtu siç janë, domethënë thjesht janë të pastra, po le të duket njolla, se nuk ka problem, edhe shumë kimikate nuk duhen. Ka edhe një gjë tjetër, po ka rënë këtu. Ja. Po, ishte kjo gjëja, prandaj bëja ai shumë zhurmë. Për furrën. Unë nuk e dua për furrën, e dua për grilën, se furrën e laj me metoda të tjera që ju kam treguar ju, se nuk dua të fus shumë si këto, se kanë kimikate kështu. Erdha tani, po, dhe çfarë morëm tjetër dhe çfarë morëm? Unë dhe vetë ime, domethënë. Morëm këto pampersat baby dry. Mora këto pampersat për mikin. Unë me pampersin jam shumë e kënaqur. Pampersin ka përdor Kai, pampersin Okit, pampersin Mikit, asnjëherë nuk janë irrituar. Gjithmonë kanë qenë preferuarat e mia. Pampers premium në fillim dhe tani këto dry janë shumë okay dhe ne ja marrim pens Mikit se është pak e vështirë t'ja veshësh nëse ita se po mpresin ata. Gjithsesi unë po e mbyll këtu këtë vlogun. Uroj t'ju ketë pëlqyer. Faleminderit nga zemra nëse keni ndjekur. Mos harroni të bëni like, të subscribe, edhe të më mbështesni si të doni ju me një koment, ndoshta do ishte mirë. Unë ju falenderoj edhe një herë, ju dua shumë, kalofshi mirë. Paçi.